që qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut duan të dinë përgjigjen ndaj këtyre pyetjeve. Biljana, pak nga ajo që ti ke parë, tani ju keni shumë vite gazetare, edhe në media prestigjioze, BBC e shumë tjera, nga ajo që keni parë këtë herë, duket se është marrë seriozisht nga hetuesia, nga qeveria reagimin për këtë ngjarje, sepse kemi parë, unë thashë pak më herët, plot tragjedi, spitali në Tetov, autobusat e djegur këtë herë. Mendoni që do i shkohet deri në fund? Njerëzit po insistojnë tek kjo situatë pas këtyre tragjedive të shumta, si aksidentin i autobusit dhe një aksident tjetër në Shkup dhe kriza në Tetov në gjatë kohës së Covidit. Njerëzit janë realisht shumë të nervozuar dhe të zhgënjur dhe duan të dinë procesin e investigimit që të jetë sërish të shkojë deri në fund, dhe njerëzit që janë realisht përgjegjës për këtë tragjedi të mbahen përgjegjës dhe të hetohen. Është shumë e qartë që qeveria është shumë e friksuar dhe revoltimi publik mund të kthehet në një protestë të ngjashme me ato që janë mbajtur në Serbi, si dhe në Greqi, në qytetet më të mëdha në Greqi, si rezultati i neglizhencës dhe korrupsionit dhe propagandës politike, dhe ata kanë premtuar një investigim të thellësishëm kësaj here. Asnjëri nuk beson asgjë para se të shohë rezultate. Kjo është diçka që është dëgjuar për vitesh tashmë në këtë shtet dhe njerëzit kësaj here janë vërtet këmbgulin që të shohin rezultate konkrete. Do të shohim sepse dje ka pasur disa protesta në Koçan, ca grupime studentësh në Shkup përballë universitetit. Këtë mbasdite do të ketë protesta të ndryshme në Shkup dhe nën titullin kush do të jetë i radhës, dhe ky titull është përdorur 2 javë parë për një protestë të madhe në Shkup pasi një vajzë e re ishte vrarë nga një aksident rrugor. Nuk e dim nëse njerëzit do të shkojnë në për rrugë edhe do të rezultojnë në një përshkallëzim publik me konsekuenca për qeverinë. Biljana Georgievska, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kisha në këtë bisedë, nuk do doja shumë. Do doja shumë të kisha në rrethana të tjera, por ne jemi gazetarë dhe duhet të raportojmë për gjithë këtë ngjarje. Faleminderit shumë dhe të uroj punë të mbarë. Ndërkohë, siç e prezantuar që në fillim, kam dhe analizë